Partia Demokratike dhe unë kemi zgjedhur të mbështesim me të gjithë mundësitë tona një protestë që s'është e thirrur nga ne. Të respektojmë plotësisht karakterin e saj rinor qytetar, të mos japim këshilla, mbasi ata kanë bordet e tyre, koordinuesit e tyre. Por përsëri mendoj se shpirti i saj rinor dhe qytetar është dhe duhet të jetë magnet për çdo qytetar dhe qytetar të ndershëm të këtij vendi. Sigurisht Edi Rama përpiqet ta injorojë plotësisht, përpiqet të mbulojë kërkesat e drejta të kësaj lëvizje me praktikat e vjetra të njollave në biografi e tjerë. Por unë përsëri konsideroj këto përpjekje të dështuara. E vërteta është se kjo protest e gjeti Edi Ramën të plagosur, unë e kisha thënë me kohë, por kjo i dha dhe një goditje pothuaj fatale nga e cila nuk del dot më. Demokratët të gjithë janë në protestë. Dhe në këtë protestë marrin qindra dhe mijëra demokratë në mënyrë të vazhdueshme. Dhe unë mendoj se ka qenë vendimi më i drejtë që ata kanë marrë. Nuk kanë shkuar me simbolet partisë, kanë shkuar si qytetar, por si demokrat. Për sa u përket sloganeve, ka disa momente nuk kanë asnjë lidhje me idealet e vërteta rinore qytetare. Janë slogane klithma, mjerane, të opozitës së opozitës, me cilat ajo, duke krahasuar Edi Ramën me Sali Berishën, duke krahasuar dy të pakrahasueshëm në mënyrë absolute në çdo aspekt, kërkon të zbusë pozicionin e Edi Ramës. Kërkon gjithashtu të nxisë Qorsokakun për leverdi të opozitës. Nuk ka në botë, historinë e botës, kush të protestoj kundër opozitës dhe qeverisë njëkohësisht, të barazoj qeverinë me opozitën. Këto janë të gjitha dufe dhe mblëthe të atyre që hynë në politikë si shërbëtor të qeverisë. Mendojnë se mund të spostojnë opozitën vigane.